respektova atje, po të respektoj dhe tani. Tani kjo është e nga gjysma e Big Brotherit, ti gjithkohës, Eglin dhe Xhesin e ke patur gjithmonë në prajmet e tua. Dhe ti si Rozan nuk e ekzistuar asnjëherë vetëm. Në prajm ti vetëm si Rozan nuk e dal kur. Vërtetat e mia. Prandaj s'vini, doni të më bëni zhurmuese. Atëherë më thuj pak për çfarë do më respekton. Të lutem Gerta, jo, më the po të respektoj për çfarë. Gerta, të lutem. Edhe sot the po të respektoj. Mund ta di se po të respektoj. Për çfarë? Për atë që ndodhi dje. Për atë që ndodhi dje. Çfarë ndodhi dje? Atë që ndodhi dje. Kur të kthye gjithë shtëpia dhe ta dil nga shtëpia, që the do pyes Ledionin, unë deta thash hodha çere klapi. Jo, thash do pyes Ledionin për ju. Por ju se unë kisha kuptuar shumë mirë. Thash do pyes Ledionin që të jetë edhe shtëpia tash e qartë. Dhe shkova në shtëpia e gjumit dhe fjeta gjum pa të thënë çerek fjale. E kuptova shumë mirë sikur ti isha Për çfarë vet. e bëre këtë? Për çfarë? Se unë jam shumë mirë. Për çfarë e bëre? Për çfarë je duke bërë? Unë jam në rregull. Të respektova. Për çfarë do më respektova? Se kshu jam. Po për çfarë prap? O Gerta, po kshu jam gatuar o vajzë. Ore s'po ma tregon. Ti thua për sepse pyete Ledionin dje, për çfarë duhet të më respektosh tani? Se s'po e kuptoj. Dje të sulmoj gjithë shtëpia. Të tha Gerta dil nga shtëpia. Çfarë më tha? Dje. Dil nga shtëpia. Po, i ktheu përgjigje Ledioni. Që jo, Gerta, gara vazhdon për ty. Gara vazhdon Gerta për ty, i ktheu përgjigje Ledioni. E tha Ledioni. Atëherë ku është respekti për ty tani? Qetësinë tënde që nuk fole një fjalë. Çfarë respekti për çfarë? Sepse unë po më shikon në një moment që duhet ma respektosh. Po, të pash dje, në një moment shumë të qetë. Pse? E cila nuk ka ndodhur kur gjatë darkës. Gjatë darkës? Ka folur ndonjë që kemi patur në prajm, nuk të shmbyllur goja Gerta Gixhari. Dhe tje unë me gjithë respektin nuk të thash çerek llafi, përkundrazi. I kam thënë 2 fjalë Jozit për ty dje në darkë. Çfarë i ke thënë? Pyete. Çfarë i ke thënë ti e ke bërë për vete? Plus